1993 më ndodh një incident ku jeta ime u vu në rrezik. As nuk e kam shkaktuar, isha u gjenda në kohën e gabuar në vendin e gabuar. Dhe aty pash që unë nuk mund të dilja para Perëndis. Ndjeva një rëndes, nuk mund ta shpjegoj me fjalë, po ishte një ndjesi e shenjtë. Që nëse unë vdisja atë ditë, unë nuk mund të dilja përpara tij. Pavarësisht se unë kisha një jetë shumë të rregull, isha nxënëse shumë e mirë, kisha një reputacion shumë të mirë, edhe mbaja veten që unë jam një njeri i mirë moral, pse kam unë nevojë për Zotin edhe për faljen e mëkateve. Unë s'kam bërë ndonjë mëkat, kështu që kjo ishte pika e dytë rezistente ndaj krishtërimit. Dhe atë ditë më janë kujtuar disa vargje që unë i kisha lexuar në një pamflet që më ishte dhënë në rrugë nga të krishterë. Dhe vargjet ishin a mundet një nën dhe një bab të braktisë foshin e vet, dhe nëse ato e braktisin, unë nuk do të braktis. Ja të kam gdhendur në pëllëmbën e duarve të mia. Kështu që ishte edhe një varg tjetër nga Psalmi 51 që thotë: "Më thirr në ditën e fatkeqësisë tënde dhe unë do të çliroj dhe ti do të më përlëvdosh." Dhe unë aty u luta e thash: "Zot, nëse ti je, nëse këto fjalë janë vërtet prej teje, të lutem, më shpëto sot. Unë kam nevojë për ty." Zoti më nxori nga ajo situatë, më shpëtoi në mënyrë që vetëm ai mund ta bënte. Domethënë ishte shumë e qartë që ishte një ndërhyrje hynore. Jeta ime nuk u cënua, unë dola pa më prekur qimja e flokut, edhe unë nuk e harroj asnjëherë dhe asnjëherë nuk jam lëkundur në besimin tim për shkak të asaj që ka ndodhur, dhe unë e kam parë Perëndin që më ka nxjerrë me një dorë të fuqishme, dhe kam parë që Jezusi më shpërgjigjur në momentin më kritik të jetës time. Kështu që unë atë natë i kam thënë Perëndis para se të flija: "Zot, sot më ke dhënë një jetë të dytë, më ke ruajtur, kështu që jeta ime që këtë jetutje të përket ty. Bëj me mua çfarëdo që të duash ti." Dhe nuk e kam kthyer asnjëherë kokën mbrapa.